qeverit. Serbia, doktor. Serbia është shumë më e lirë se Shqipëria. Nuk është më e lirë, doktor. Është më e lirë. Si mas këtë indeksave të medjave edhe të shoqërisë civile, Serbia nuk është vend më i lirë si Shqipëria. Absolutisht shumë më e lirë. Sepse, më falë, ti me që po... Po është edhe 8 milionë. Jo, 1 minutë. Jo, është ndryshe pak. Nuk ka. Fuqia e drogës në Shqipëri është e jashtëzakonshme. Do të regoj, harroni çdo gjë, e të regova dhe sot. Më vjet dje kryetari Durrësit, njëri, dhe më thot, të nesër në zgjedhjeve merri filani, njëri i respektuar, qytetar. Ka marrë, thot, me të thanë, thot, diçka. Qarë, thot, natën e votimit, natën pra votimit, mra dera takën, edhe më dha, merri një djallë, merri këtë zafë është për ty. Pashtë është posta, edhe iku. E hap zarfin, 1.000 euro dhe poshtë, mos din votime. Mbeta, tja kthej parat, s'kisha ku ta gjej. Të dalë, ishin troplint aty. Të dalë, i kisha marrë paret, nuk dole. Kështë një rast shumë i vogël, por të organizosh në kushtet e partisë shtet, kur ti organizon 4.533 aktivitete në kundërshtim me ligjin për të ndikuar votën, kur vetëm ditën e zgjedhjeve i jep Giro d'Italia, një kompani private, 7 milion euro për mirësim dhe mashtrim të ashtu, kur falë 2 ditë para zgjedhjeve, pritë se duhet dalë me të marrë, a e morë të vesh sa kanë shku gjobat e falura dhe kamatat? Fillimisht u mendova se do ishë një 200 milion. Të llogaritura para 2 javësh dolen 1 miliard e 700 milion. Tani po flasin për 2 miliard. Vetëm biznese, që ta dini. Euro, sigurisht, vetëm bizneset përfituese janë 2008 biznese, nga cilat aktive janë 88. Aktive janë 88. S'ka zgjedhje këtu. Po, problemi është, jo vetëm s'ka zgjedhje, po nuk kuptohet se nuk ka zgjedhje. Po cilë është plani, doktor? Urdhë? Cilë është plani? Dhe më thonë nëse këtë polemike ka me Bushatin këtë, sa të kjo pajtojt me... Vetëm protest. Asgjë tjetër. Me Edi Ramën, unë 2 gjëra kam bërë. Më fani, 2 gjëra, po. Që jam para shqiptarve, nuk ka zgjedhje me Edi Ramën, e kam thënë me 100 herë. Sepse e di që s'ka. Doan 100% kjo, e dyta, do broj votën. Çfarë si do broj votën? Nuk broj votën me armë, por zgjedhjet urxur, cili do që ka njeh ligjin shqiptar dhe ndërkombëtar të zgjedhjet arritën ti ne dham kontributin tonë për të urxuar ato. Ato nuk urxuan kur pse pretenduam ne, jo. Por sa ata vëzhgues gjeten me qindra mijëra fakte dhe ky na ndihmoi, pse na ndihmoi ky? Se ky mori kërcënoi. Ky thirrri ambasadorin, duke ja bërë me gisht, ku i gjenti këto? Ku i ke gjeti? O do argumentosh të do pësosh, ky është me miq, ky ka Mogherina të tjera, mos e pyet, është kështu ky am tha apo jo. Po. E kërcënoi, e mori Igli Hasani në telefon nuk i kërcënuan se do heqim akreditimin. Nërmori një fushat të pa imagjinueshme ndërkombëtare presionin për ndryshuar raportin. Dështoj. Ne të vetëm dështoj ata që njerëz me karakter, por edhe ne dham në mënyrë të pa diskutueshme kontributin duke dërguar qindra dhe mijëra fakte në këtë tezë. Pra, në qoftë se tham mbrojmë votën, e mbrojtëm votën në këtë kuptim. Pra, sot shqiptarët kanë të drejtën ndërkombëtare dhe drejtën kombëtare, zgjedhore, por të qëndruar me IT me të gjithë forcën. Vetëm të një pyetje, doktor. Berati sot ju nuk frymëzoni dhe unë do
Një sekond, Berati tha ju nuk frymëzoni, ka shumë pak njerëz në shesh. Un kam një kundërargument për Beratin. Okej, nuk frymëzoni ju, dal dikush që të frymëzojë. Do unë besoj që ky terren, ky regjim ta mbaroj pyetjen. Ky regjim nuk të le mundësinë të frymëzosh, sepse ky ka blerë gjithçka. Dakor, nuk frymëzon Berisha, del dikush tjetër, por nuk po frymëzon askush sepse ky ka kap gjithçka. Pyetja ime për ju, doktor, është kjo. Në natë